Ish-ministrja e punëve të brendshme Gordana Jankullovska i ka shpëtuar para burgimit. Pas disa orëve në gjykatën penale në Shkup, ai u largua nga gjykata duke i u shmangur pyetjeve të gazetarëve. Bashkë me të në gjykatë ka qenë edhe sekretari i përgjithshëm i qeverisë Kirill Bozhinovski, të cilit gjithashtu nuk i u shqiptua masaj para burgimit. Jankullovska dhe Bozhinovski në rastin Titanik të prokurorisë speciale janë ndër të dyshuarit për manipulime dhe keqpërdorime zgjedhore gjatë zgjedhjeve të fundit. Prokuroria Speciale Publike, siç njoftoi, ka parashtruar ankesën ndaj vendimit të gjykatës penale për ta refuzuar kërkesën e tyre që 8 të dyshuarit për mashtrime zgjedhore në rastin Titanik të paraburgosen. Gjykatësi i procedurës parapraken nga sektori për krim të organizuar dhe korrupsion pranë gjykatës themelore Shkupi 1 Shkup, mbrëm pas disa orëve marrje në pyetje e refuzoi propozimin e prokurorisë speciale publike për përcaktimin e masës së paraburgimit për personat GJ, KB, KT dhe NV, të dyshuar për manipulime të kryera zgjedhore në lëndën Titanik. Siç kumtoi gjykata themelore Shkupi 1 Shkup, në dëgjim dje janë paraqitur personat GJ, KT dhe NV, për të cilët prokuroria për ndjekje të veprave penale të përfshira dhe të cilët vijojnë nga ndjekja e paligjshme e komunikimeve, parashtroi propozim për përcaktimin e masës së paraburgimit për sigurim të pranisë për shkak të zhvillimit të papenguar të procedurës penale. Pas marrjes në pyetje të personave në praninë e ndihmës së tyre, gjykatësi i procedurës paraprake në afat të parapar ligjor prej 6 orësh pas përfundimit të dëgjimit, solli vendim me të cilin e refuzoi propozimin e prokurorisë, qëndron në kumtesën e gjykatës themelore Shkupi 1 Shkup. Sqarimi i gjykatësit të procedurës paraprake theksohet është përfshirë në vendimin i cili është dorëzuar deri te palët të cilat kanë të drejtë ankesës deri te kjo gjykatë në afat prej 24 orësh.